E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar një dinamik që ndodhi brenda në shtëpinë e Big Brotherit mes Rogertit edhe Mateos. Mateos siç duket nuk po ja var fare Rogertit, nuk dëshiron të merret me të, nuk dëshiron të ketë dinamika me të, nuk dëshiron të ketë lojë me të dhe po e injoron, ndërsa Rogerti e ka shumë të rëndësishme luftën brenda shtëpisë. Domethënë Rogerti ka një qëllim të qartë. Unë kam hyrë këtu në shtëpi për të bërë debate dhe ky është qëllimi im. Mendoj që Rogertit ju prish plani, nuk arriti dot asnjërin nga banorët që ta nxjerrën me zarfin e zi, pa marrë parasysh që i ofendoi pafund sepse ofendimet e Rogertit ishte qëllimi që t'i nxjerrën nga vetja dhe ato ta gjuajnë Rogertin për të dalë me zarf të zi nga shtëpia. Nuk arriti dot ta bën këtë gjë, domethënë ishte një skenar pak i lexueshëm nga viti i kaluar me gjestin dhe mendoj që e bëri po të njëjtën lojë dhe sot u mundua që ta provokonte Mateon në një pikë ku sipas Rogertit nuk i dogji dhe nuk e do Brikenën. Rogerti bëri një veprim të shëmtuar, domethënë mori bolin që realisht e ka një dhuratë të çmuar Brikena. Tani imagjinoni sikur Brikena të shkon të merr një dhuratë që Rogerti t'i ka sjellë Enxhi edhe t'ia gjua në ujë. Unë jam shumë i bindur që Rogerti si Rogert do të kishte bërë namin dhe do të kishte kërkuar nga produksioni edhe zarf të zi. Rogerti merr bolin, e gjuan bolin në ujë edhe hudhet bashkë me bolin në ujë. Dhe Mateo normalisht në fillim u ngrit, vrapoi pak, por në fund të ditës është një arush, do të thahet edhe gjithçka do të kalon, domethënë do t'i mbetet veprimi atij që e bëri. Dhe derisa Mateo dhe Brikena nuk është se bën namin, domethënë thjesht erdhën ja hoqën ujin edhe e vurën që të thahet, Rogerti nuk dinte se çfarë të bën, nuk dinte se si të futet në lojë, nuk dinte se si të krijon dinamika dhe filloi duke i ofenduar, filloi duke i quajtur se Brikena nuk e do Mateon dhe Mateo nuk e do Brikenën e kanë të lojë të gjithën fallce. Unë mendoj që Rogerti ka filluar që të trëmbet për të qenë në finalen e madhe. Rogerti që më përpara thonte unë do t'ju nxjerr të gjithëve nga shtëpia nuk dal vet, sot e tha tek Mateo dhe Brikena që edhe nëse dal unë të gjithëve do t'ju përshëndes dhe do t'ju jap dorën. Domethënë ka filluar që të pajtohet me faktin që ndoshta nuk mund të jetë as finalist, por nuk mund të jetë as edhe fitues. Domethënë loja e Rogertit ka rënë komplet. Mateo nuk i shkoi nga mbrapa, Selina nuk i shkon nga mbrapa dhe Rogerti nuk ka se me këtë diskuton. Me Miri nuk e bën dot sepse janë lidhur shok jashtëzakonisht të mirë. Domethënë Rogerti ka mbetur në ajër dhe nuk dihet se me këtë flet. E ka kapluar një siklet i madh, e ka kapluar një tmerr i madh shpirtërisht dhe unë mendoj në qoftë se Rogerti sonte nuk do të përzgjidhet nga produksioni apo qoftë edhe nga banorët për të përballur si finalisti i dytë i kësaj shtëpie, unë mendoj që Rogerti është duke analizuar gjatë gjithë kohës do kërkon për ta lërë këtë shtëpi.